Kryeqyteti është kthyer në një arenë të pasigurt në qarkullim. Këmbësorët dhe drejtuesit e mjeteve janë në një luftë mes tyre se kush do të kalojë i pari në rrugë. E kjo rëmuj çon shpesh në aksidente që ndonjëherë rezultojnë edhe fatale. E gjithë kjo amulli është shkaktuar pikërisht nga mungesa prej kohësh e sinjalistikës horizontale në rrugët e Tiranës. Vijat e bardha që orientojnë drejtuesit e mjeteve se si duhet të lëvizin në rrugë, dhe po ashtu ju tregojnë qytetarëve se ku kanë përparësi për të kaluar para makinave, janë thuajse inekzistente. Bashkia e Tiranës, e cila ka për detyrë pajisje në rrugëve kryesore dhe dytësore me sinjalistik vertikale ku përfshihen tabelat dhe sinjalistik horizontale ku përfshihen vizimet e rrugëve, prej kohësh nuk po e kryen detyrën e saj. Dhe jo vetëm kaq, por sinjalistika horizontale në rrugë do të vazhdojë të mungojë deri në pranverë. Bashkia e Tiranës thotë se aktualisht vizimet nuk mund të kryhen për shkak të lagështirës, ndërsa argumenton se deri më tani këto vizime nuk janë bërë për shkak të mungesës së buxhetit. Ndërsa argumentimi duket si një lojë fjalësh, qytetarët do të duhet të jenë shumë të kujdesshëm teksa kalojnë nga njëra anë e rrugës në tjetrën, pasi drejtuesit e mjeteve nuk dallojnë asnjë shenjë që të kuptojnë se aty përparësi kanë kalimtarët. Semafori mbetet zona më e sigurt për të kaluar, ndërsa vetë drejtuesit e mjeteve duhet të shquajnë aty këtu ndonjë vizim të mbetur për të kuptuar nëse lejohet parakalimi, se ndryshe rrezikojnë jetën e tyre.